Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka ngritur dyshime mbi një rikthim të saj në ekran përmes një postimi në Instagram. Ky lajm ka habitur shumë fancat e saj, duke bërë që ato të mendojnë se rikthimi i saj do të jetë shumë i shpejt. Ajo ndau me ndikësit një listë me fustane të zgjedhura nga sajtet e njohura të modës, duke shoqëruar me mbishkrimin: "Rikthimi në televizion do të thotë rikthim të fustanet e bukura." Ky postim gjalli me një reagime dhe spekulime mes fansave të saj, të cilët po presin me padurim të mësojnë nëse Arbana do të rikthehet në drejtimin e një programi të ri televiziv. Deri më tani, ajo nuk ka dhënë më shumë detaje, por ky mesazh duket se është një shenjë e qartë e projekteve të saj të ardhshme në ekran. Na duhet të rikujtojmë se Arbana Osmani hoqi dorë nga televizioni për t'u përkushtuar më shumë kanalit e saj në YouTube, që gjeneron mira klikime, por gjithashtu ajo është një biznesmene mjaft e suksesshme. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.